Po mosha rinore, normal, fillimi I cigarës, më kom qaja që I ka bo prindë mi pak më një kesh të vënd, të rritë kur t'ja nisin cigarës, shëshkujnë tinza, bojnë lajka, po dalë me një shëf, po shkoj po bëjt detyra, etjere. Dykon 15 vjeçare, do këtë interesant, po tani dikur vjen një kohë që I bje pishmanit se pendohesh pse kemi adrenaline se jetu bo diçka shumë sheft, apo kupton. Tani në qatë mosh diqysh do këtë vetja se në film a jetu bo, është thjesht një lloj rrugtimi që kena me bo, rritmi e zhvillume, plakemi, vdesim, sa më shumë gjatë jetës vepra të mira. Cila është rrëfimi sot nga jeta? Rrëfim nga jeta, jo kisha rrëfy në diçka, nuk është dhe shumë ashtu e frikshme, po sa me pas kujdes. Normal, një rrëfim fëminis, që më kanë të normalisht isha fëmijë dhe kur e blejnë bicikletën e parë, ki qef me dalë, me pas, sa po e, qysh po e, sa po shkon shpejt. Po, normalisht, një ditë nuk I kom kontrollu që ajo cajlja e qelikut e frenave nuk punon mirë dhe kom shku qatë shpejt, sa që tani jam detyru me ndru anë që mos me pësu aksident ma tron, kom ron ljumë. Po mirë apet kom pështu. Kiran ljumë? Po. Ishte ljumë I lartë? Ljumë, po nese, e kishte një lartësi gati 2 metra, po thell ju, nuk kanë shumë I thell, po rash. U dash me shmon nga aksident, e rash në ljumë tani. Mendoj që kjo është ka qenë momenti më I rrezikun që ti ke qenë. Po, për shkak se më konë 8-9 vjeç, dhe normalisht që ajo që është kjo shpreja, kom po që thojnë këtë shprejë vdekjet me sy, po mirë. Ljumi nuk u kanë ashtu shumë I fill, kom arrit me dalë, me shpëtu vetën, edhe sa t'jam mirë. Po, falinderit shumë. Na tregon fëmijëria si ka qenë për ju po? Po, super. Super u konë fëmijëria. Normalisht si na shqiptarë që shkujmë të kusherit, të dajt, të hallat, në përket akraban. Për çka kishe kthy dhe njëherë moshën rinore? Moshën rinore, për çka kisha kthy? Po për shumë sene. Po s'po dia s'kam ja nis. Mu kam pëlqy shumë, s'me thonë, futbollit, turnet e futbollit, që I kom përjetu gjatë shkollës mesme, shkollës fillore. Po normalisht edhe ato dëbamat me shok që I kena bo, pak si t'las drum, apo thënë, shumë mu mungojnë. Po normalisht tash jam 27 vjeçor, nuk jam mu adoleshent, edhe nuk më ka hije mu me bo asë, po ato mungojnë, I kisha kthy edhe njerë. Çfarë kishe dhënë vetit nëse kishe kthy vetin edhe një herë, domethënë në kohën kur ti ke qenë në moshën 9-18 vjet? 9-18. Farë këshille I kisha dhënë vetit, po ato I kisha dhënë edhe vetit, po edhe tjerëve. Sa ma pozitiv, normalisht patësur, ajo është zbat fjallë, edhe normalisht respekt familje, shoqni kudo që hasë. Ku jetoni Palio? Këtu në Prishtinë jetoj, Lagja Bajram Batir, Kodër e Trimov. Perfekt. Andrivan, këtë doni problem të vogël si fëmija, doni herë prind kur I ke bë një keq, a keni moment kështu? Po, momenti që e tregova, po normalisht tani momenti ka pas edhe shumë momente tjera që tash normalisht po vjen turp mi kallzu për shkak prindve. Po mosha rinore, normal, fillimi I cigarës, më kom qaja që I ka bo prindë mi pak më një kesh të vënd. Normalisht më një kesh të dhënë, si krejt të rritë kur t'ja nisin cigarës, shëshkujnë tinza, bojnë lajka, po dalë me një shëf, po shkoj po bëjt detyra, etjere. Kur filloi pi cigaren? Po, dykon 15 vjeçare. 15 vjeçare. Unë fillu, qatë mosh, adoleshent. Do këtë interesant, po tani dikur vjen një kohë që I bje pishmanit se pendohesh pse ke nis. Për shkak normalisht dihet duhani sa domen shëndet, gjep, që është shpreha popullore, dëm. A ma shumë shumica, domethënë kur nuk e pinë prezent prindve, e kinaq ma shumë cigare janë. Po, se diqysh ta jep një lloj adrenaline se jetu bo diçka shumë sheft, apo kupton. Tani në qatë mosh diqysh do këtë vetja se në film a jetu bo, ku me di çka. Po tani vjen një kohë që s'do këtë interesant, kalon apo kupton. Kur këton prind që ti po konsumon cigare? E pare që I ka vrejt u konë më 3 mave, për shkak të erës. Po ka hera por s'ma ka njerën e cigares, I ka të regu mamit. Tani mamit ka qërtu, pa ka vedin.
normalisht ato sanksione si prind që i vendosin qysh i kena. Jo dhën shumë qysh janë, jo dhën Ku shumë. janë prind? Prind, Janë prind të po, mos prind, po. Normalisht, prindi është ai që do me po fëmijë. I vetmi është prindi që ka qenë me po më nalë se vetë. Unë palë se reagimin, nëse mora reagimin, pastaj që ndodhi reagimin ti kur ta? Reagimi unë meta pa vetën s'kesh as qa me thonë, as po, as ju u vrejke për jeres, cigare, s'desha ma qa me thonë. E pranove? E pranova, normalisht, tash po, tash pi cigare. S'jem të e pi shpesh, jem të e pi rallë, nuk jem të abedin. Mami tani më tha, okej, provo, leje, largoje, sa je i ri, sa je në kohë. Po, unë që adoleshent, abedin, ti është fjallë thata, se qefi me provu, qa është tjere tjere. Për te kësaj, sigurisht që nuk i kiba mundi keq prind, do të tha. Jo, veç përveç sa ju, nuk ju më bo më një keq. Se janë problemet vogla që... Janë problemet vogla, edhe momentet kur ata njën ende keq është shamull kur voziti, normalisht na pak kem që vozitin shpejt, e dojmë, po gjithherë sigurt. Jo shamull Zotin arrujt me pësu aksident, me u kontrolën, nëse me vozit ideun kur asë njerës këmë vozit, nuk e pi alkoholin, nuk e... Kaq. Për te kësaj, jeta për ty, me dy fjallë përshkruja jetën. Me dy fjallë me përshkru jetën. Qa kuptimi ka për jeta? Kuptimi për mu është thjesht një lloj rrugtimi që kena me ba, rritmi, zhvillume, plakemi, vdesim, po unë për vete kisha këshillu sa më shumë gjatë jetës veprat mira. Normalisht unë për vete një besimtar besoj botë tjetër, që ki mu gjiku për veprat që i ke bo, ato e shë vetë ku i ke bo venin. Ta është më me ta botën i pytjeri. Po, urna. Po tjetër dhe më thënë, ti i është praktiku si fesë. Po. E zu Kuranin? Kom lexu, po jo në gjuhën arabe, në gjuhën shqipe, me normalisht kështu me komentu versetet kuranore këto nuk kam di ashtu, jam besimtar i thjesht. Edhe sot është ditë e mirë, ditë e vremte, ditë gjumaje, ditë e shet. Sot kena ëmbëlsira me hongër në shtëpi, për shkak se është ditë gjumaje, mami përgatit. A çdo herë në gjumë? Po, normalisht në kulturën e fesë islame, ditë e vremte është si ditë e madhe, ditë feste. Përgatisin ëmbëlsira, kush mundet, dikush trileqe, dikush na i kek, qatë mundet diçka. E mirë shumë. Kjo, kur fillove ti dërtohesh në më thënë në fenë islame, të praktikon faljen, sa kohë? Ka prej moshës 14 vjeçare. Po gjajri? Po, ko gjajri. Prej kësaj moshe kam fillu me praktiku, me fal namazin e tjere. Po normalisht, tash feja është e brendshme. Tani normal ndihmon me zhvillu virtytet mira shpirtërore, me largu ato qa shamull ki mangësi ose ki naj virtyt keq, ndihmon me largu e largon apo kupton. Feja është çike që unë mendoj që feja ndërton një njeri, edhe ndërton shumë pastër dhe mirë. Sa të ka po më largu, domethënë prej fesë që ti momentin kur ke hyrë domethënë praktikon me praktiku fenë. Ka po me largu për si usante, për shama Po jo, qërë tash, normalisht që feja e edukon një njëri që mos me nëzit panik. Që është të tjetëri, mos me lonë shamull në panik shokun, ose prindën, ose vllahun, apo si qa do qa bën ty gjatë jetës, me konë gjithëherë i kujdesshëm, gjithëherë komunikativ, jam këtu, jam atje, jam mirë. Po kupton, jo me lanë panik, mos me lajmë në telefon, zotin në rrujë ndodhë diçka aksident ose diçka tjetër. Për te kësaj, sa beson botën tjetër? Shumë. Ose sa i firgohesh ditës gjykimit, ditës më të madhe? Po. Normalisht se ka fakte, edhe fakte që i shumë këtë botë, jo veç, nëse normalisht botën tjetër na nuk e shumë, është dimenzion tjetër, është krejt diçka tjetër që shkenca sa do ku do me arrit, arrin veç për mbranda këtij dimensioni, se jashtë nuk ka arrit ende asgjë. Edhe pse NASA ka ato spekulimet e veta, e tjerë, po unë nuk është që i besoj fort NASA-s, më vonë 0.1% i besoj, ju ashtu shumë krejt komplet, që i besoj ndo. A një që një ditë gjithë do t'javë llogari
Kësaj ditë para gjykimit. Po, i madh, i vogël. Sa e ki frikën, Frika është, normalisht frika është e madhe, frika mbi zotëran, nuk është se mbi zotëran, normalisht që sa ma shumë me bo vepra të mira, good deeds që dojnë anglisht. Ato lutjet më të shpeshta që i bën, cilat janë? Lutjet më të shpeshta është njerëzit që i takoj, që i shoh gjatë jetës tam, kam qef qysh i takoj këtë botë, mi taku dhe botën tjetër. Që i thujnë, në gjuhën e fejës islam i thujnë xhenet ose në gjuhën shqipe parajs. Normalisht kam qef këtë mi taku. Këndo që e takoj. Qofë për një herë, qofë për shumë herë. Na që një ndryshë shumë pozitive, të rëj matë mire, të rëj shëndet, shumë faleminderit për punë që ndajte me neve. Normalisht, pse ju? Ndajta paka historia, paka feja, paka jo. Normalisht. Edhe normalisht, edhe ne mos harroni udhëtime, dilni, udhëtoni, sa ma shumë në përbot. Bëni udhëtime në përbot, është mirë gjithherë shet diçka të re, mëson kultura të reja, mbush vetin me dije, edhe me lexu. Lexoni. Të paktën 3-4 rreshta me lexu mëson diçka të re. Lexoni, ka libra gjithandej, tuli fare, lloj shumë. Ka libra të mirë, shkrimtarë të mirë, si të huj, si shqiptar, unë ja kisha preferu shqiptar. Po edhe të huj pse ju. Me kaq ju përshëndes shumë. Respekte shumë, faleminderit për juve. Kalosh mirë.